Shëndetje të nderuar miq, rikthehemi së bashku në këtë episod të ri të Në Mes Jush, ku sot kam të ftuar dy kandidat nga qarku i Elbasanit. Erion Murataj, mirë se keni ardhur, Mirë se gjeta, faleminderit. dhe Bruno Murtini, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. E nisi me ju Bruno? A Tjetër. mund të thoni shkurtimisht kush është Bruno Murtini? Pra, për të gjithë ata që po na ndjekin dhe që do të donin dinin më shumë për juve si kandidat. Por edhe disa elemente biografike, jo vetëm angazhimi politik, sepse për të do kemi pyetje pak më vonë, por disa elemente biografike të tuajat, pra shkollimi, çfarë lidhje keni me Elbasanin, të tilla gjëra. Patjetër. Atëherë unë jam Bruno Murtini, jam lindur e rritur në qytetin e Elbasanit. Shkollën fillore dhe gjimnazin gjithashtu e kam kryer në qytetin e Elbasanit. I diplomuar për stomatologji në Universitetin UFO, Jo të Dhe- Elbasanit. jo të Elbasanit. Okej. Dhe kam prej 9 vitesh që ushtroj profesionin e stomatologjisë në Elbasan. Okej. Pra nuk mund të themi që ju jeni Elbasanli 24 karat, sepse një 23. cikël studimi nuk e kishit bërë në. Okej. Erion, po juve si mund të prezantoheshit shkurtimisht fillimisht, pastaj kemi kohë të flasim edhe më tepër. Paka shumë edhe partia, po edhe qyteti u am një. Kështu që Erion Murataj, Por janë edhe qytetarë të tjerë që po, jo domosdo janë Elbasanli, jo domosdo janë antar E apo qartë. simpatizantë apo mbështetës së partisë tonë, por mund të bëhen një ditë. Kështu që Unë besoj që edhe ata që nuk janë na simpatizojnë, pavarësisht se nuk e shprehin. Gjithsesi, Erion Murataj, me profesion jurist, lindur rritur në Elbasan, me origjinë jam mallakastriot në fakt, por që Elbasani është qyteti i cili më lindi, më rriti, ku burrërova, ku bëra dhe baba, kështu që është diçka më shumë edhe se sa vetë origjina. mhm. Në fakt, angazhimi politik në Elbasan është jo i ri. Pra në Elbasan aktivizimin tim politik e mbaj mend shumë që në vitet e gjimnazit. Ka dyshim që kam qenë gjithmonë opozitar me ata që kanë qenë kundër interesave të qytetarëve. Mhm. Dhe ky është i fakt që ndoshta për kastën e vjetër të politikës, ose emërtesën që unë e kam vënë pa grud, pa burrave të politikës Elbasanit, Pse i quhenit pa burrat? po unë quaj pa burrëri këdo që merr besimin e qytetarëve dhe më pas i zhgënjen ata. Okej, dohet t'ju pyesja të dyve, po fillimisht Brunon, pikërisht për këtë gjë, për këtë argument që ngritët. Okej, Elbasani është nga një ranë një qytet ose djep i kulturës, i arsimit shqiptar. Mirë, po nga ana tjetër, siç thot Erioni, është qyteti i bandave. Pra, çfarë ka ndodhur me Elbasanin që ka ndodhur ky transformim, Bruno? Atëherë, kjo nuk është në thelb që është qyteti i bandave. Në thonjza duan ta quajnë qyteti i bandave. Gjithsecili ka kusuret e veta që mund ta quash banda, por në momentin që ti e përfshin në politik, atëherë është problem për vetë qytetin. Prandaj dhe për çdo investim që kërkon të bëhet nga të huajt, që mund të kërkohet, googullohet dhe në momentin e parë që shikohet qyteti i bandave. Por faktikisht nuk është për të bërë emri qyteti i bandave. A ka banda në Elbasan? Ë Ka bandën Elbasan. Ne Po përderisa tani po ne shikoj Brunon që po thotë po që ne edhe është edhe s'është. Pra, n- a ka banda në Elbasan? çdo qytet, jo, prit, çdo qytet, është më fal për ndërhyrjen, po
Se kjo unë jam çik e ke parasysh, jam çik emocional kur flitet për Elbasanin. Sigurisht. Çdo qytet ka krim, çdo shtet ka krim. Dhe Danimarka, që është një nga vendet më sociale dhe më me nivelin ekonomik apo kulturor më të lartë të Europës ka krim dhe banda. A ka Elbasani krim dhe banda? Patjetër që ka. Po atëherë pse quhet qyteti i bandave? Se për shembull Kopenhageni, me që përmendë Danimarkën, ose ku diun ndonjë qytet tjetër andej në Danimarkë apo Suedi apo tjetër kund, nuk quhen qytetet bandave. Sigurisht pra. Elbasani quhet. Kështu që juve derisa A e thatë këtë duhet ta Kon- sqaroni. Domethënë Konteksti u çfarë ka sqaru, ndodhur? po nuk e di sa u kuptoi. Qyteti i bandave, Elbasani nuk është. Elbasani ka krim, dhe ky është fakt. Elbasani ka njerëz të cilët përfliten nga politika dhe po nga politika përdoren. E thënë më shkoqur. Okej. ë Në Elbasan jo shumë larg, para 4 muajsh, në Këshillin Bashkiak, unë jam antar, përfaqësues i PSD-s, Mhm. erdhi një propozim për lejen e një tregu, i cili u përfol që ishte tregu i babait të Suel Çelës, një nga të akuzuarit e Sali Berishës, si bande e Elbasanit. Personi që tikën në tavolinë përballë teje këtu, antari i Këshillit të Bashkiak i PSD-s, ka votuar abstenim në atë mbledhje. Ka votuar abstenim jo sepse nuk dua zhvillimin ekonomik të Elbasanit apo të një tregu, qoftë ky i kujdo. Por në pikpamjen time politike, në pikpamjen tonë politike, ë shërbimi i politikës ndaj atyre që akuzohen si banda apo i atyre që akuzohen si banda ndaj politikës, nuk është në filozofinë tonë, kaq e thjeshtë. Ndërkohë që drejtuesi i partisë së Sali Berishës, PD-s, Blendi Himshi, kryetari i kësaj partie së kohës, sot i katërt i listës për deputet në PD, votoi pro. Mhm. Dhe prandaj të them që bandat në Elbasan janë një koncept sa real, aq dhe abstrakt. E kuptoj. Domethënë në Mirë. pikpamjen time, që ta ezauroj, për mua janë fatkeq, përdorur nga politika, të cilët duhet patjetër të shkojnë të lajnë hesabet me drejtsinë. Dhe kjo është e padiskutueshme. Okej, e lëm pas të argument sepse Elbasani përderisa edhe juve vetë e thatë, nuk mund të quhet ashtu sikundër shpesh emërtohet, sepse ka shumë elemente tjera të jetës, të realitetit, të qytetarisë fundja të Elbasanit që duhen ekspozuar dhe madje bërtitur në farë mënyrë, të zënë vend. Ë, për çfarë jeni krenar ju? Kalojmë në një element tjetër. Për çfarë jeni krenar ju si Elbasanli? Çfarë ju bën krenar në atë realitet që jetoni, në atë qytet, në atë histori, për çfarë? Elbasani ka shumë element për të krenuar. Ë e para është urtësia që karakterizon popullin e Elbasanit. Së dyti është gjithë trashëgimia kulturore dhe historike që ka Elbasani. Ë Së treti janë pasuritë e pafundme natyrore që Elbasani ka dhe mundësitë e pafundme dhe të pashfrytzuara të Elbasanit për të pasur një ekonomi, qoftë familjare të qytetarëve të Elbasanit, qoftë dhe të vetë Elbasanit si ë rajon ekonomik. Dhe te kjo pjesë padyshim që ne nuk duhet lëmë pa përmendur dhe pa cekur dramën e madhe që Elbasani sot ka, por me të cilën krenoi para disa kohësh, që ishte arsimi. Në vitin 2010 në Elbasan, Universiteti i Elbasanit numëronte rreth 11.000 studentë në të gjitha degët e tij. Sot në vitin 2025, Elbasani numëron vetëm 1.200 studentë. 1200. Do të Pra thotë 10 herë më pak a shumë. 10 herë më pak. Do të thotë Katastrofë. do të thotë që të gjithë këta që shesin dëngla politikbërje, dhe që bëjnë të fushatën e turpit, të them unë, me propagandë boshe në Elbasan,
që dojnë dhe rrëzohen te ky fakt. Se ky është një ndek shumë i madh për të kaluar. Besoj ti që je pedagog e kupton. Pa diskutim. Dhe kjo është një tjetër moment historik që Elbasani dikur krenohet dhe sot jemi turpëruar për hir të vërtetës. Dhe fakti është që janë futur duart në politika dhe në Universitetin e Elbasanit. Pjesa më e madhe e pedagogëve janë të përfshirë politikisht dhe sot në fushat në Elbasan. Janë të Kandidat për deputet, Okej. si drejtues fushate. Rasti konkret është edhe Luciano Boçi në Shkodër. Është pedagog atje. Po, Ai ende në Universitetin e Elbasanit. Elbasanit. Po mirë, le të jemi pak ndoshta korrekt në këtë pikë, në sensin që ligji nuk është se e ndalon kandidimin, por sigurisht që ka një zonë gri aty, që nëse ti ke angazhimet e tua, për shembull në mësimdhënie, pra kur je pedagog në universitet dhe i lë pas dore për hir të fshatës, ky Janë është problem. totalisht pas dore këta. Shiko, unë nuk ta ceka si problem burokratik kaq të thjeshtë. Duhet të kuptojmë diçka. Elbasani ka pas dhe më keq se sa ky individ. E vis kush ka qenë ministri i arsimit. Po. Dhe sot është ministre e sigurt PS-s. Dhe po flasim për një ministre e cila ka qenë në këtë harkun kohor ku Elbasani ka ngrënë thika pas shpinë në arsim të pafundme. Ka ngrënë gjithë Shqipëria, por mua më intereson Elbasani sepse aty jetoj, aty Qartë. kam gjithë aktivitetin tim, dhe familjen, miqt, shokut dhe gjithë tjerat. Dhe Elbasani sot në pikpamjen historike si qytet i kulturës dhe arsimit është bjerrur. Dhe padyshim që në momentin që prevalon ignoranca, ë në dhe është e disfavorizuar kultura dhe arsimimi, patjetër që ti do kesh më mbrapa dhe mastikimin dhe përtypjen dhe futjen në vena në mënyrë kapilare të shoqërisë edhe të gjithë qytetarëve të nocionin e bandave. Normal. Bruno, po juve si e shikoni këtë aspektin e krenarisë? Don çfarë ju bën juve krenar si Elbasanli? Krenar unë ndjem më ka bërë dhe vetë jetesa. Dashurohesh me vendin që jeton. Ke fëmijërinë dhe kur shikon që diçka nuk shkon, fillon edhe shqetësohesh. Unë krenohem për njerëzit e urtësinë siç e tha dhe Erjoni, kulturën që njihemi si jepi i kulturës, i arsimit. Dhe është gjënaf kur shikon që nuk ecën. Po thuaj ba për ballakullën. Aha. Krenovi edhe me ballakullën. Shiko, t'ju bëj një pyetje pak cikletshme. Po me këtë ekipin e futbollit krenojeni dot? Çfarë ka ndodhur me to? Deri në ndeshjen e fundit. Shiko. Do bën disa E vite, para duket që fundit. Me të fundit jo. e dini pse po e prek këtë çështje, sepse juve mund të flisni për shumë gjëra që janë vërtet serioze dhe shqetësojnë njerëzit në atë jetesën e tyre të përditshme. Jam dakord, këto janë problemet reale. Por edhe një problem që duket sikur s'është aq sporti, e kuptoni? As duket sikur është problemi real, nuk ta pikon çatia aty. Po edhe aty ti mund të vësh re menaxhimin e mirë ose menaxhimin e keq. Si trajtohet sporti? Çfarë bën bashkia për sportin? Elbasani, Sa investon, sa e përkrah terrenet, çfarë ndodh me rinin, sa i inkurajohet, e të gjitha këto apo jo? bashkia e ka nxjerr nga përgjegjësia e saj sport. Nuk ka më fare të bëj, është privatizuar totalisht ekipi. Bashkia ja ka dhënë biznesmenëve. Disa prej të cilëve madje akuzohen edhe për lidhje me bandat. Se unë u përpoqja ta lidh pak çështjen e sportit, pra me që ngritëm këtë çështjen e sportit, futbollit, specifikisht me për shemb me të rinjt. Çfarë perspektive u hapet të rinjve? Marr shkas për të ngritur këtë çështje edhe nga diçka që ti Erion e ke pak a shumë si një lloj slogani tëndin, kur thua që s'ka betejë Nuk fitojnë të rinj, nuk ka që nuk luftë që nuk fitojnë, fitojnë nuk ka të rinj. luftë që s'fitojnë të rinjt. Mirë po, për të dy pyetja. Çfarë po ndodh me të rinjt në Elbasan? Çfarë hapësire kanë
çfarë mund të bëjnë me kohën që kanë, çfarë mund të bëjnë me energjinë që kanë. Pra çfarë bëjnë autoritetet lokale para, e dyta çfarë ka bërë qeveria qendrore për ta. Ky është një Kjo është një problematikë shumë e madhe për sa i përket rinisë dhe aktiviteteve. Në Elbasan ka shumë pak aktivitete dhe kur organizohen disa aktivitete, organizohen po e quaj politike, Mhm. për çështje politike. Nuk ka ë ë që t'jetë aktivitete të merren të rinjt. Nuk kemi kënde apo palestra që të ushtrohen sporte të ndryshme. Një fush që quhet në Elbasan Sporti i Vjetër, edhe atje domethënë ndjehet rënja e grupeve që stërviten për të nxjerrë elemente të ri. Kështu që rrjedhimisht kjo sjell edhe defekte tek ekipet e mëdhaja, e para si më thënë, dhe Mhm. nuk ka perspektivë, nuk ecën para sepse nuk ka element të ri që të vinë. Gjithashtu edhe emigrimi masiv që ndodhi, janë larguar shumë të rinj, siç e pregu dhe kolegu për pjesën e arsimit, kjo ndikon ke çdo fushë pastaj, nuk ndikon vetëm tek arsimi, ndikon edhe tek aktivitetet sportive dhe tek çdo Ti më gjë. ngacmove pjesë. Ti më ngacmove te kjo pjesa e sportit. Edhe unë prandaj më kapa celularin se duhet të isha shumë i saktë. Ditën e dieshme vjen një denoncim nga një e punësuar në sistemin arsimor në Elbasan. Okej. Qytetare. Dhe dërgohet nga drejtuesit e ZVA Elbasan një mesazh ku thuhet se çdo shkollë duhet të çojë 40 nxënës tek festa e balonave sepse sot do të ishte Arbian Mazniku apo nesër nga 30, fal, që do të fliste, do të thënë do të kishin nderin e madh që do fliste Arbian Mazniku tek fëmijët tek festa e balonave. Dhe si argument është që sporti, pra, ku përdoret. Tani ti e di që unë i kam qef këto ë denoncimet dhe sidomos kur bëhet fjalë për të paburra si puna e Arbianit. Pse e them këtë? Arbian Mazniku dihet doli nga prokuria ku është thirrur punë e tyre domethënë sepse sipas informacioneve që rrjedhin media është në hetim. Mhm. Mirpo në hetim nuk është vetëm Arbiani. Ne kemi një 6 ministra në burg, kemi gjysmën e qeverisë që është në hetim, edhe kemi dyzinë me drejtorë që po ashtu janë në hetim në burg. Ky është fakt. Për mua absurdi është që ndërkohë që zotëria thirret në prokurori, tema tan kërkon pa shlyer detyrimet e veta, pa e zbardhur gjën me drejtsinë, të shkojë dhe t'i japi mend brezit të ri, apo të shkojë t'i flasë për fushat. Tani logjika është e thjeshtë. Do shkoj prapë te politika, ëh. Shiko, nëse shkon te politika, nuk është se dalim jashtë temës tonë. Ë, Tema jon kjo, tani është çfarë po politika. ndodh në Elbasan është diçka që është absurde. Të gjithë flasin për korrupsion. Dhe të gjithë bijmë dakord që korrupsioni nuk bëhet në mënyrë abstrakte, pra e bëjnë ata që kanë pushtetin në dorë, ata që kanë mekanizmat për të lëvizur gjërat dhe për të përmirësuar ose për vështirësuar jetën e njerëzve. Mhm. Dhe logjikisht që në mos tun Tiranë, në nivelin qendror të qeverisjes, në Elbasan kuptohet që ë atë rrotën e korrupsionit e lyen drejtorët. 5 kemi në Elbasan, drejtor dhe 1 ish kryetare bashkie. Tani pyetja ime është e thjeshtë. Ka njëri që thotë s'ka korrupsion kadastër? As Bashkimi Evropian nuk arrin ta thojë dot këtë gjë. 1. Ka njëri që thotë që në spitale nuk ka rishfet dhe mitmarrje? Ky është fakt. Ka biznesmen të natyrës prodhues i vogël ose restorant ofrues shërbimi që ka lidhje me AKU-n që nuk thotë që AKU-ja është e virgjër, domethënë nga ana e korrupsionit? Rion, Prit, të gjitha por këto se duhet ta kanalizoj gjithë diskutimin që po bën tek gjëra, për shembull, me që përmende rastin e korrupsionit në disa fushë.
Unë do doja në fakt duke ditur pak a shumë edhe fokusin që na ke shfaqur deri tani të fushatës tënde, ajo që kam parë unë të paktën, të fokusohesh e pak tek fermerët, pra tek problemet e tyre dhe se si korrupsioni i deri tanishëm Unë aty po ka dilja. Aty ndikuar po dilja dhe në kjo ka qenë gjithë problematikën. aty po dilja dhe kjo ka qenë edhe biseda që kemi bërë ne bashkë me programin. Po. Tani për të gjithë këtyre korrupsioneve që thash unë që ndodhin në sektore të ndryshëm, kemi dhe rastin e korrupsionit me subvencionet e bujqësisë. Ku një ministre na ka bërë golin të gjithë si Shqipëri me fondet e IPARD-it dhe sot i kemi të bllokuara këto fondet. Po. Për fat keq, po. Ashtu. Dhe e njëjta gjë në mënyrë kapilare, pavarësisht se këtu nuk hetohet me seriozitet nga prokuroritë e rrethave. Dhe këtu flas si profesionist. Ndodh dhe me skemën e subvencionimit të naftës. E njëjta gjë ndodh po ashtu dhe me subvencionimin e njësive të prodhimit, qofshin këto krerë bakti, qofshin për kulturat bujqësore sezonale që nuk subvencionohen fare. Tani ne kemi diskutuar këtë dhe kjo lloj skeme në vetvete dhe jep pamundësinë për të ndërhyrë që ta frenosh këtë lloj korrupsioni. Dhe prandaj ne edhe në program e kemi parashtruar dhe kemi thënë që subvencionimi për çdo njësi prodhimi ose çdo krerë baktie, mbështetur kjo me grante të nivelit mbi mesatar për pikat e magazinimit, për investimet karakterit që garantojnë një qëndrueshmëri ose një mundësi punësimi për një zonë pak më të gjerë se sa një lagje, një fshati. Duhet të jetë fokusi. Çfarë bëjmë neve? Ne e shmangim totalisht mundësinë që qoftë edhe këta që han dardha, kumlla, mandarina pas shpine, usin duart momentin që bujku dhe fermeri çon njësinë e prodhimit me një faturë dhe kompensohet për çdo qindarë që është nën çmimin që është garantuar me programin e qeverisë. Okej, ndërkohë Bruno, juve juve me sa folëm bashkë para nisjes së këtij podcasti, nuk është se keni fermerët si fokusin tuaj, as si ekspertizën në fushatën tuaj, por duke nisur edhe nga profesioni që keni, nuk e di, jeni të orientuar pak më ndryshe apo jo? Po, tjetër. I n- Ty e qenë afër njerëzve në këtë fushë, i ndjejmë më tepër hallet e kësaj fushë, si më thënë. Jemi në kontakt përditshëm. Për sa i përket pjesës time, shikoj shumë vështirësi në transport, në pagesa, sepse kemi jo vetëm brenda qytetit, pacient ka edhe që vinë nga fshatrat Mhm. për qark dhe vështirësia më e madhe mungesa e transportit. Vetëm një autobus me një orar. Duhet të jesh patjetër në ato orar dhe pacienti ose zgjidh hall ose duron dhe një natë tjetër me dhimbje, sepse ambulanca lagjes nuk funksionon për një qetësues apo për një diçka që mund t'i nevojitet. Problemi i dytë, kartat e shëndetit nuk mbulojnë asnjë shpenzim. Mhm. Pacienti është i detyruar totalisht ta paguajë 100% Nga xhepi vet. nga xhepi vet. Dhe është vështirësi jo vetëm për pacientin, por është edhe për mua në këtë rast, sepse detyrohemi shumë herë të ndihmojmë për pos, domethënë Po. profesionit që kemi që duhet të jetë human dhe detyrohemi që neve ta mbarojmë patjetër një hall që ka pacienti. Nuk mund të rri me dhimbje. Po, në fakt Elbasani, sa kujtoj nga studimet që janë bërë për qarqe të ndryshme të vendit, është nga qarqet me varfëri më të madhe apo jo? Dyti, I dyti mbas fuksit. Fuksit. Pra, kur sjellim mendje këtë situatë dhe pastaj që duhet paguajnë çdo gjë nga xhepi i tyre për këto shërbime që ju thoni, pra ne e kuptojmë se si qeverisja ka braktisur njerëzit. Po qeverisja që i ka braktisur e vetën. Dhe fakti është që e ka braktisur aty ku ka investuar. Ne kemi një rast në qarkun tonë, që është rast studimor. Mhm. Në Belçë janë investuar miliona euro.
Po të mbani mend Rama para disa vitesh thoshte Toskana e Shqipërisë, Belshi. Belçi. Ka filluar mos e përmendi fare më, madje thotë edhe s'ka mos kryetar bashkie atje. Rezultati që mori kryetari i bashkisë në zgjedhjet lokale ishte skandaloz, domethënë, për shkak të pritshmërive të mëdha që kishte. Mhm. Pra, kështu funksionon qeverisja me humor elektoral. Që do të thotë, Belçi sot është një nga zonat ose bashkitë e vogla më të investuara. Po të shkosh në Prenja s'është zëre se ka rënë bomba. Hiroshima 2. Dhe A mund më thoni vetëm një gjë se kemi patur një takim elektoral në Korçë dhe na u desh të kalojmë atje në atë rrugën, kalon edhe nga Prenjasi. Tani në mos gaboj unë, është një kullë e madhe atje, kështu me e zbukuruar, shumë e vjetër, gati sikur do bjerë, por është e zbukuruar me ca insekte, nuk e di çfarë është. insektesh me Po çfarë janë ato? i themi nuk e kujtoj emrin saktësisht, po Pra një lloj nuselale i themi. nuselale, po, me nuselale. Tani, a më shpjegoni dot çfarë është ajo gjë? Atëherë, ajo gjë që shikonte ty dikur punësonte gjithë Prenjsi. Okej. Dhe ajo është një minier. Ë Duhet të kuptojmë dy gjëra dhe të ndajmë dy momente shumë të rëndësishme. Investimet në qarkun e Elbasanit janë bërë me humorin e Taulant Ballës. Ky është fakt. Se e përmenda me emër. Në optikën time si Erion, politikisht, por dhe nga ana e asaj çfarë la pas, është një nga njerëzit që i ka bërë më shumë dëm e më Elbasanit. Si qark thoni. Si qark, patjetër. Okej. Është një nga burët e parë kilometrik të themelit që Elbasani sot ka emrin qytet i bandave. Bashkëkortaksia që ka pasur dhe ndërveprimi që ka pasur me element drejtues të opozitës së Elbasanit e ka blinduar dhe më fort këtë gjë. Do të themi të Prensi, ti ke parë Prensin. Ti nuk e parë Stravën, Shqiponjën, Barretin. Nuk e parë Monastrecin. Ti nuk e parë se çfarë ndodh mbi Qukës. Një mesjet e plot. Ti nuk e parë se çfarë ndodh në zonën mbi Lunik, fshatin e Taulant Ballës. A ka rrugë që të çon atje? Pra nga rruga kryesore, a mund të shkosh atje kollaj apo rrugët e këtyre fshatrave që unë shumicën i kam publikuar. Dhe ju i keni parë nga disa i kam parë, po. Janë mesjetare dhe ky është ballafaqimi i propagandës me realitetin. Këta premtojnë Elbasanin 2030, ndërkohë që Elbasani është mesjet. Dhe butaforia e madhe është që këta të tjerë që pretendojnë të vinë në pushtet, të cilët kanë qenë në pushtet para 12 vitesh, kanë pas gjëra në dorë për të ndryshuar për mirë Elbasanin. Madje kanë pasur edhe 12 vite kohë për denoncuar gjendjen skandaloze të fshatrave të Elbasanit. Nuk e kanë bërë këtë gjë. Dhe ky është fakt. Dhe fakti tjetër është që Elbasani sot vuan nga kjo bashkëkortakëri politike, ku nga njëra anë nuk është begenisur me investime, nga ana tjetër nuk është përkrahur as me denoncime që të paktën të bëheshin publike, se ne kështu funksionojmë. Sigurisht. Jemi realist. Në rast se diçka nuk del të denoncohet në mediat investigative apo në televizionet kombëtare, nuk e vë njeriu në zjarr. Detyra e parë e një politikani është ngrej zërin. Pastaj e zgjidh dot apo jo çështjen Pikërisht po. tjetër, po të paktën zërin duhet ta ngrej apo jo. Por e thën popullor që mos edhe po si ja zgjidhet, paktën qaja hallin. Pikërisht. Bruno, nuk e di a keni lëvizur dhe ju në këto zonat rurale, në këto fshatra si këto që përmendi Erioni, apo Tjetër. operoni më shumë në Jo, qytetin e patjetër Elbasanit? në të gjithë qarkun Në gjithë qarkun. e Elbasanit. Se doja të pyesja edhe për këtë gjë. Dhe- A është e vështirë, më fal, vetëm për një që ta zgjeroja pak pyetjen dhe ndoshta të kuptohej më mirë. A është e vështirë të bësh fushat në një qark kaq të gjerë, me një sipërfaqe kaq të madhe, ndoshta është më i madhi në nga qarqet e vendit, si Elbasani, është e vështirë të bësh fushat? Si e keni parë ju këtë? Patjetër Këtë që gjë. është shumë e vështirë tek pjesa rrugës, doja të ndërhyja pak. Mhm. Pata një bashkëbisedim me një mikun tim sot dhe për një zonë të një fshati
si mund t'ikim, t'i takojmë, çfarë problemesh, sepse këto kohë kemi qenë dhe më afër njerëzve. Mhm. Ë dhe shprehimisht më tha për pjesën e rrugës, e pyeta, ka rrugë për t'ik? Jo, tha, nuk ka rrugë, tha, po me se kaloni, me ato zatorët, tha, që vishin më përpara, tha, dhe bëshin kositjen, korrjen e grurit. Mhm. Vetëm ai mund të hyj, tha. Domethënë, akoma kemi zona që nuk kalon makina. Jo më të kaloj ambulanca apo të kaloj Flasim vetëm për një zonën. shërbim tjetër. Ai nuk shkon dot deri në shtëpi. Një urgjencë natën që mund të ketë ambulancës bëhet fjalë me fjalë. Flitet për jetë njerëzish, jo për thjesht për një rrugë me asfalt. Të krijohet rruga për të kryer një shërbim, jo për ta parë asfaltin si luks. Kështu që Pra, shko, është Ne kemi dhe një absurd tjetër. jo, më fal Erion. dhe e shumë lutem, problematika tjera, uji që asnjëherë nuk u bë, domethënë, e kuptoj. realitet. E kuptoj. Më fal Ngeli Erion, gjithmonë vetëm ëndër. ë se paradoksi është ky. Ndoshta ti kishe paradoksin tënd për tënd, por paradoksi që shohun është ky. Nga njëra anë, kjo qeveri të paktën është duke harxuar shumë përqindje të buxhetit për të ndërtuar rrugë madhështore, rrugë të mëdha, autostrada etj etj, tunele, apo dhe nga ana tjetër ne shohim që ka banor, ka njerëz që janë aty prej aty kanë lindur, aty ka qenë Ka gjyshi, njerëz aty që ka kanë ikur qenë thonë. Ka fshatra që janë mbushatisur për shkak të rrugës. dhe s'ka një rrugë. Nuk kalon ambulanca, nuk shkojnë dot në shkollë, nuk vjen dot një shërbim tjetër, zjarr fikse, jo s'besoj se po Kam rinë zjarr atje. Kam përshtypjen që Bruno Pra fliste çfarë po ndodh? Jo, kam përshtypjen që Bruno fliste për një zonë këtij nga Labinoti Mal. Ben. Okay. Në mënyrë, po themi, ja pranoj pak është pak larg. Kemi fshat tjetër në që kemi 1.8 kilometër nga buza e autostradës Tiranë-Elbasan, Mamli. Mhm. Mamli është një fshat që ka pasur mbi 100 shtëpi. Mamël. Mamli. E shikojmë në fakt kur kalojmë atë tabelën e shohim. Bravo. Tabela është shumë e Në bukur. krahun Po, e tabela djathtë, në krahun e djathtë kur vjen nga Tirana, është Mamli. Po. Në krahun e majt kemi Dopaj, Kozan, Ulëm, deri në Shtrëmaj që del në Okej. Shion. Ti ndoshta e ke parë nga postimet, por është, domthon, kur kam shkuar për të parë në Mamël, kjo është batutë. Gomari Gjironde. Gomari. Gomari, e kupton, detyrohesha zbriste nga Gomari. Përmirësh të kalonte se Gomari Gjironde, domethënë ishte u mblodhën banorët e zonës, edhe me vendimmarrje komunitare, sepse e them kështu unë e pranoj dhe e kam krenari që jam i majt, përkatësi familjare. Dhe politika e majt do të thotë vendimmarrje komunitare. Me vendimmarrje komunitare morën vetë fatet e veta në dorë. Pasi i hapa derën e Këshillit Bashkiak, ku përballën, i diskriminuan në mënyrën më të turpshme antarët e Këshillit Bashkiak të PS-së dhe të PD-së, duke i lënë aty dhe duke ikur. Nuk i dëgjuan as hallin. Jo t'ia qanin, jo, po as nuk ja dëgjuan hallin. Ata morën dorë fatet e tyre. Mirë keq sot shkojnë. Në një farë vendi, bileskandi i copë të vogël që kanë ngelur i kam thënë ditën për Zot vetes. Pra, 1.8 kilometër qendra e fshatit Mamël nga autostrada e madhe, madhështore, e Elbasanit 2030 dhe Elbasanit madhështor që është ndërtuar gjithë kohën e Saliut dhe është pa rrugë. E njëjta situatë është në fish më keq në Zavalinë. Kjo është e bukur dhe banorët e Zavalinës kanë përshtypjen që do ta dëgjojnë këtë podcastin, s'do ta çoj vetu. Do t'ja bëj share dhe në Zavalinë unë kam shkuar me një djalë që ishte nga Elbasani. Dhe kur erdhi në Zavalinë tha mua, a ekzistokan këto vende si te telenovela turke? Domethënë, një vend ku ti duhet kalosh prej, se s'ka ura. Një vend që sot, jo në të kaluarën e largët, po sot ka mbi 1000 banor. Izoluar totalisht. Një vend që unë si Erion e kam çuar 2 vite radhës
në Këshill Bashkiak tek buxheti i Bashkisë së Elbasanit si propozim për Fondin Shqiptar të Zhvillimit, dhe kreu i Bashkisë Elbasan nuk lëviz gishtin të shkruaj një memo, t'ia çoj Fondit Shqiptar të Zhvillimit që unë këtë e kam projekt prioritar. Nuk bëhet fjalë fare për deputet. Deputetët as nuk e marrin mundimin të shkojnë, madje i thonë hajde në ngjinar, do ju mbledhim t'ju flasim këtu. Do të thotë, kur flasim për këtë qeverisje, nuk flasim vetëm për këtë si qeverisje, sepse përpara 2015 ka qenë komunë që e ka pas qeverisur DPD-ja. Po. Pra, në pikpamjen politike, këto zona janë të lënë në harres nga 2 palët. Dhe sot që flasim bashk, unë nuk e di, po duhet të jesh shumë i pacip, të shkosh të kërkosh besim mbasi e ke pasur në dorë për të bërë diçka të mirë për ata. Po pra si përballen me këta njerëz? A shkojnë njëherë para punës sot? Domethënë e gjen rrugën për kur kërkojnë votën sot? S'kan mundësi fare. Ja do zbuloj një kështu, një takim që është bërë në një nga fshatrat më të bukur të Elbasanit që është Tudani. Po. Për nga pjesa e fushpamjes është spektakolar, si Kështjella, si Tudani. 2 fshatra, një është njësinë administrative Tregan, tjetri Gjergja. Me djem fantastik, shumë punëtor. Me njerëz që nuk kanë nevojë fare për pralla politike, mjafton që ti t'i ofrosh mundësinë për të bërë diçka dhe ata e bëjnë vetë me krahët e tyre. Dhe aq të paftyr janë, saqë e njëjta, ore, Klementin, këta kanë një problem shumë të madh valla. Këta flasin për korrupsionin dhe flasin për luftën e korrupsionit si një koncept abstrakt. Mhm. Dhe unë kam qejf të flas me emra sepse ja kam thënë në sy këto gjëra. Kemi një kandidate për deputeten që ka qenë deputete, Desantila Tahiri. Desantila është mjeke me profesion. Ka qenë disa vite radhazi, më duket është akoma antare e këtij komisionit të kembeve. Nuk ka njeri në Elbasan që nuk e di që kembet janë 10 lekë. Dhe sikur Desantila të jetë e bekuar dhe pikuar nga qielli. Ka qenë te komision që ka marrë lekë. Nuk është fakt. Dhe Desantila për këto zona ku ka qenë, si zonën e Shpatit, si zonën poshtë të Treganit, dhe për Gjergjen kam mbledhur votë personale. Ka për asgjë. Sot në Tregan, mburren, shkon kanë bërë 3 shirin për i shkollë që ja kam propozuar unë. Shkollën e Treganit. U ngritën banorët e Treganit në buxhetimin pjesëmarrës vitit 2023, i bën bllokadë Bashkisë Elbasan dhe i thanë, i vetmi projekt që ju do bëni këtu tani është shkolla për fëmijët. Është bërë shkollë gjigande. S'ka përfunduar akoma, është në fazë përfundimtare, u bë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ishte një projekt që qëndruan, luftuan banorët e asaj zone dhe u bë realitet. Dhe ky është një problem shumë i madh. Pra, vetë kjo zonja në Tudan dhe mbasi i thon banorët që shiko kjo bashkia jon nuk ka bërë asnjë lloj investimi këtu tani. E di çfarë tha? Ta dy Desantiles, ka dëshmitar okular. Mos e votoni tha Limonin. Limoni është kryetari i bashkisë, i kam vënë në epitetin. Edhe këtë besoj do na sqaroni, E kupton? po pak më vonë. Jo, dakor, po ja tha banorëve, Okej. kur të vinë zgjedhjet ta për kryetar bashkie mos e votoni. Pra deri këtu arrin absurdi këtyre njerëzve. Ta dhe brenda vetes, jo që ka plasur në pastaj lufta brenda vetes, po dhe brenda vetes tyre. Këta linçojnë njëri tjetrin si e si që të vazhdojnë të mbajnë me kthetra atë pak pushtet që kanë. Bruno, ju e shihni këtë luftën e brendshme që për cilën flet Erioni? Ë, Pak a shumë është bërë e dukshme. Si për shembull? Ë, Duke qenë se janë ndarë secilën në zonat e veta. Ë, Pra hyjnë në zonat njëri tjetrit? Po. Jo, Jo, zona hyn ata zonat- patjetër. Po shiko, problemi tek dy forcat e mëdha politike është tjetër. Domethënë, ë mungesa e një programi de facto, jo program propagande. Mungesa e një strategjie të mirëfillt përfaqësimi politik. Pra, kandidati për deputet që shkon kërkon besimin te një zonë, do duhet nisë ta përfaqësojë këtë zonë.
Momenti që nuk ka as dëshirën, as dashamirësinë për ta bërë këtë gjë, sepse ka sjell partia dhe quan se si detyrë shtëpie të anëtarëve të partisë si ta bëjnë deputetët ë, normalisht që nuk do ndodhi asgjë tjetër më shumë se sa ai të dalë mbi shokët, Mhm. duke mbledhur votë kudo. Domethënë ne në Elbasan sot kemi një situatë të nder politike brenda dy kampeve, ku te krau PD-s kuptohet që ata luftojnë kot. Pra po thua brenda dy kampeve, jo midis dy kampeve. Jo, brenda dy kampeve. Brenda dy Nuk kampeve. kanë luftë me njëri tjetrin ata. Kanë luftë me njëri Po nuk tjetrin. kanë luftë fare, është zero lufta mes. Më shumë luftojmë ne kundër atyre dyve se sa luftojnë ata njëri tjetrin. Po ata na luftojnë ne? Pafund. Ata na luftojnë neve në mënyrë shumë të pandershme. Sepse ballazi nuk na kanë dalë kurrë asnjëherë dhe ju jap fjalën që nuk do ta dalin dot kurrë. Sepse dallimi midis nesh dhe atyre është që ne ham bukën tonë. Jemi njerëz që nuk kemi firmosur gjikundi për të vuajtur qytetarët. Ndërkohë që ata janë të mbytur dhe të zhytur në çdo lloj akuze apo afere që ka ndodhur deri sot në Elbasan. Brenda vetes pse? Ne në Elbasan na ka dalë një fenomen i ri. Fenomeni i një kandidate të re, që i është kundërvën partisë. Ke fjalën për Alesin. Jo, Sara Milën. Sara Mila? Është tek PS-ja. Dhe Kam janë dëgjuar ngritur diku si emër, po por pra, nuk e di janë tamam ngritur të historinë. gjithë partia e Sarës, janë kundërvën dhe po merren të gjithë me Sarën. Kështu që nuk kanë kohë të merren as me ne tash. Se lufta brenda PS-s po zhvillohet të gjithë kundër Sarës. Ndërkohë që tek PD-ja, ë ja kam thënë miqësisht disa prej kandidatëve sepse edhe i njoh nga ana personale. Fytyrat e listës hapur të paktën sa të nuk është si tek ne që është lista e hapur. Lodhen kot. Pra, PD-ja në Elbasan për nivelin e përfaqësimit që ka në listën e mbyllur, çdo lloj përpjekje, çdo lloj mundimi që mund të bëjnë këta të listës hapur, është e kot. Pra në fund të ditës në Elbasan ose nga Elbasani në kuvend e Shqipërisë do shkojnë Tomora Lizoti, i dërguari i një gazetari të njohur këtu në Tiranë, do shkojë Haxhi Nasto, që është çfarë i PD-s, pra është me katapult nga Partia e Ilir Metës. Partia e Lirisë, po. Do të shkojë një vajzë, kjo Çapja që është futur te ajo furtuna në gotë, e cila për hir të vërtetës është e PD-s pa diskutim prej vitesh, por nuk ka realisht kontribut real në Elbasan në konceptin qoftë politik, qoftë politikbërjes me qytetarët e Elbasanit. Pra është thjesht në nivelin e Saj Mirës Sali Berisha. Mhm. Ndërkohë është Blendi Himçi, ish kryetari i PD-s, i cili si antar i Këshillit Bashkiak ka çeduar në çdo pikë. I përfolur prej kohër si një njeri i cili negociatën dhe dealin me PS-n e ka të shenjtë, momentet kur interesat personale janë aty. Po, e qartë. I fundit me shumë dashamirësi, them se unë në respektin në nivelin personal është maksimal për Bylik Bashin, Aurelit, po është Kadria Zbiu i PD-s Elbasan. Pra atë e vret partia e tij gjithkohës. Dhe ai e ka të pamundur ta ankohet. Ndërkohë pastaj që lista e hapur është sa dramatike, aq edhe komike. Pra dhe me njerëz që kanë figurë dhe kanë potencial, dhe aq edhe me njerëz që sharak. Tek PD-ja. Tek PS-ja pastaj ta thash. Mazniku pa lidhje me Elbasanin. 5 drejtor, ish drejtor domethënë PS-s, në institucione që janë në lupën e institucioneve drejtësisë dhe të përfolur për korrupsion. Një ishte kryetari i bashkie që kuptohet që shërbimin e qytetarëve ka thuajse zero. Pjesa tjetër janë njerëz të provuar. Ja, pyetja ime është e thjeshtë. Sa herë kanë dëgjuar qytetarët e Elbasanit, ato emra që janë në Elbasan sot kandidat për deputet, që kanë qenë legjislaturën që sapo përmbylla, të flasin për problemet e Elbasanit. Zero. Besoj se ky është një argument shumë i fortë që qytetarët e Elbasanit t'ju besojnë juve dhe Partisë Socialdemokrate dhe jo atyre alternativave
të quajtura alternativa që ofrohen nga PS-ja dhe PD-ja, kur siç e thua shumë mirë Erion dhe siç e thatë edhe juve Bruno, ka njerëz jo vetëm që nuk ndihmojnë qytetarët që t'u përmirësojnë jetën, pas nuk thonë diçka, nuk ngren as zërin për hallet e tyre. Që Tani është detyra kryesore. që është detyra kryesore. Tani neve duke folur për Elbasanin kemi vajtur në fund të këtij episodi, kështu që unë do ju ftoja të jepnit ka një mesazh për elektoratin në 11 maj, po pse duhet t'ju votojnë juve dhe neve, po themi si parti në këto zgjedhje. Duke qenë se i përmenda të gjitha problematikat që kam hasur, duke qenë atë pozicion që jam të gjithë njerëzve të qarkut të Elbasanit, shumë kollaj mund të kisha vendosur dhe unë që ikja, por vendosa të qëndroj. Vendosa të qëndroj sepse besoj që mund të bëhet më mirë. Ka për të bërë më mirë. Dhe mentaliteti duhet ndryshuar. Duhet vi mentaliteti një rinie që do të eci përpara, do të bëj gjëra për vendin e vet, që nuk do ta lër vendin ku është rritur, kujtimet, familjen, punën që kemi ngritur me shumë mund. Dhe këtë i them të gjithë njerëzve në qarkun e Elbasanit, duke qenë se unë vendosa të qëndroj dhe vendosa të hy në politikë, e di shumë mirë që detyra kryesore është të ngrej zërin për çdo problematik dhe kushdo që më njeh dhe kushdo që është drejtuar tek unë, si institucion privat që jam, kam zgjidhur dhe punët që i takojnë shtetit. Me qartë. Domethënë kam bërë shërbim si me qenë urgjencë shtetërore, domethënë dhe pa pagesë dhe edhe lek rrugë i kemi dhënë dorë kur s'kam pas se gjinaf kanë ardhur dhe kanë ikë. Kështu që e shikoj detyrim moral si mjek rreth parë. Pata një bashkëbisedim me një kolegun tim ditën e parë që u deklarova domethënë si kandidat për deputet dhe më tha një shprehje shumë të bukur që më ka ngel mendja dhe besoj do më ngelin mendja. Politika tha është si mjekësia. Po e ushtrove me mirësi, i jep vetëm mirë popullit. Po e ushtrove me keqdërsi, domethënë do i bësh keq. Kështu që ti tha deri tani ke pas një rrugtim të mirë në fushën e mjekësisë, nëse mban dhe këtë dorë në politikë, do bësh vetëm mirë tha. Faleminderit i thash edhe kam ec me atë shprehjen e atij deri tani, e vlerësoj shumë kolegun, është shumë djalë i mirë dhe më dha një shprehje shumë të mirë siç e ndjeu. Okej. Urojmë Bruno që ta kesh rrugën të gjatë në politikë dhe të suksesshme dhe gjithmonë të mbushur me të mira, siç Faleminderit. Erion, mesazhi jot për Mesazhin zgjedhësit e Elbasanit për mesazhin këto për zgjedhje. banorët e qarkut të Elbasanit e kam tashmë të thënë prej vitesh. Dhe thirrja ime nuk i drejtohet thjesht si zgjedhës. Thirrja ime është për çdo gjysh, për çdo gjyshe. Për çdo nën, për çdo baba, për çdo të ri dhe të re. Është koha dhe momenti që Elbasani t'i kthehet trashëgimisë së dikurshme si qytet i kulturës dhe i dijes. Premtimi vetëm që unë mund t'jap si Erion është që koha ka ardhur të bëjmë bashkë jo Elbasanin 2030 as atë madhështor, por Elbasanin qytetar. Elbasanin qytetar jo të bandave. Për çdo të majt dhe kam merak të pjesën e të majtëve i referohem si familje e majt. Mesazhi im është që në 11 maj bashkë t'japim grushtin e fundit atyre që tradhtuan parimet e të majtës. Të djallëve i them që karamelja e prishur e atyre që u rrafën mes vetes nuk janë alternativa Elbasanit. Besojini të rinjve sepse nuk ka luftë që nuk fitojnë të rinjt. Atëherë, unë ju uroj suksese të dyve, Erion, Bruno, shumë suksese në fushatën që kanë mbetur, pra në këto gati 10 ditë apo jo, që kanë mbetur, në zgjedhje dhe uroj ju shoh në
parlamentin e ardhshëm. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, këtu përfundon edhe ky episodi në Mes Jush. Ritakohemi së bashku në episodin e radhës.